Në organizim të lidhjes futbollistike komunale të Gostivarit, dje në stadiumin e qytetit u zhvillua një ndeshje revjale me karakter ndërkombëtar mes legjendave të futbollit nga rajoni i Gostivarit dhe legjendave të futbollit nga Turqia, në mesin e të cilëve kishte edhe ish reprezentues të Turqisë. Kjo ndeshje filloi ashtu siç e do rendi me antonimin e himnit shtetëror të Maqedonisë së Veriut dhe himnin e Turqisë, ndërsa ndeshja u referua nga arbitria ndërkombëtare Vjolca Izeiri. Në ekipin e Gostivarit, që e drejtonte trajneri Nasir Demiri, me ndihmësit Erxhan Menga dhe Naxhi Xhula, i ftuar nderi ishte ish portieri i Shkëndijës Muharrem Dosti nga Elbasani. Rezultati i kësaj ndeshjeje revjale përfundoi me fitore të miqve nga Turqia 2-5. Për qëllimin e kësaj ndeshje të legjendave të futbollit nga rajoni i Gostivarit me ato të Turqisë, kryetari i lidhjes futbollistike të Gostivarit Berat Ismaili, i cili është edhe antari i Këshillit drejtues në Federatën e Futbollit të Maqedonisë së Veriut për televizionin Koha, deklaroi: Kjo ndeshje organizon lidhja futbollistike komunale e Gostivarit. Është një rëndësi të veçantë për neve, sepse fillimisht përkujtojmë ish futbollistët tonë, legjendat, njëkohësisht edhe i nderojmë njëjtit. Dhe gjithashtu çojmë një mesazh, sepse futbolli nuk është vetëm sport, është më shumë se një sport, krijon ura lidhëse, krijojmë njohje të reja dhe gjithashtu projekte për të ardhmen e zhvillimit të futbollit në Gostivar dhe më gjerë. Para fillimit të ndeshjes, nikoshirët por edhe mysafirët nga Turqia ndan plaketa të ndërsjella në shenjë të respektit dhe bashkëpunimit. Miqt nga Turqia një plaketë të veçantë ndan për kryetarin e FFM-s Mazar Omeragic dhe për nikoshirin Berat Ismaili. Kjo do të thotë se ky takim nuk ishte vetëm një ndeshje sportive, por edhe një festë e vlerave të respektit, bashkëpunimit dhe traditës së futbollit. Takimi i kthyes në Turqi do të zhvillohet në pranverën e vitit 2026.